Nëse po e sheh këtë video tani, ndoshta je duke kaluar një nga momentet më të vështira të jetës tënde. Ndoshta ke dhimbje që e ndjek çdo ditë. Ndoshta je lodhur duke u munduar të dukesh mirë, kur brenda nuk je mirë fare. Dua të them diçka të rëndësishme. Nuk je i thyer, nuk je i dobët. Depresioni thjesht po të gënjen. Sot do të tregoj 5 gënjeshtrat më të mëdha që depresioni të thotë dhe të vërtetën pas tyre. Ri deri në fund, sepse kjo video mund të ndryshojë perspektivën tënde. Depresioni të bën të besosh se dhimbja është e përjetshme, se nuk ka rrugdalje, se s'ka kuptim të provosh. Por kjo është gënjeshtër. Kur truri është në depresion, ai ka vështirësi të imagjinojë mundësi pozitive. Është si të shohesh me sy të bllokuar. Por bllokimi nuk është i përhershëm. Njerëzit shërohen çdo ditë. Njerëz që kanë qenë shumë më thellë se ku je ti tani, janë kthyer. Ti mund të kthehesh gjithashtu. Depresioni të flet në vesh dhe të thotë: "Të gjithë janë lodhur prej teje. Nuk ke vend këtu." Kjo është gënjeshtra më e rrezikshme. E vërteta, njerëzit që të duan ty, jo ato që bën, jo ato që arrin, por ty ashtu siç je. Largimi yt do të linte një boshllëk që askush nuk mund ta mbosh. Bota është më e mirë me ty në të. Ndoshta thua me vete: "Ka njerëz me probleme shumë të mëdha. Unë nuk kam të drejtë të ankohem." Gabim. Nuk duhet të arrish fundin e botës për të kërkuar ndihmë. Meriton mbështetje sepse je njeri. Kaq mjafton. Turpi nuk është i yti. Turpi është një nga mjetet kryesore të depresionit. Përse nuk mund të dalësh nga kjo vetë? Çfarë të ka zënë? Kjo është gjëja e fundit që duhet t'i besosh. Lufta nuk është dobësi, është njerëzore. Forca e vërtet nuk është të pretendosh se je mirë. Forca e vërtet është të thuash: "Jam duke luftuar" dhe të zgjedhësh të vazhdosh. Disa nga njerëzit më të fortë në histori kanë kaluar depresion. Nuk e bëri ata të dobët, por i bëri autentik. Depresioni të izolon, të bën të ndjehesh i padukshëm. Por ndjesia e vetmisë nuk është realitet, është simptom. Ka njerëz që të duan dhe nuk din si ta shprehin. Ka njerëz që do të goditen thellë nëse ti nuk do të ishe më. Fakti që je këtu sot tregon se ka një pjesë të vetes që ende beson. Dëgjo atë pjesë. Nuk duhet të ndryshosh gjithçka menjëherë. Kjo është gjithashtu gënjeshtra e depresionit. Provoj një gjë të vogël. Dil jashtë për 5 minuta. Merr një dush. Shkruaj çfarë ndjen pa e gjykuar. Dëgjoj një këngë që të ngjall ndjenjë. Dërgoj një mesazh tek një person që ke besim. Truri lëshon dopamin, hormoni i motivimit, PS veprimit, jo para. Pra nuk pret të ndihesh gati. Veplon dhe pastaj vjen motivimi. Depresioni gënjen. Çdo gjë që të thotë ndihet e vërtet, por nuk është. Ti nuk je barr. Ti nuk je i dobët. Ti meriton ndihmë. Nëse dëshiron të punosh thellë në veten tënde, të kuptosh emocionet, të ndryshosh mentalitetin, të ndërtosh një jetë me kuptim, ne jemi këtu për ty. Vizito www.empower.al dhe zbulo trajnimet tona VIP, programe të personalizuara që të ndihmojnë të lëvizësh nga ku je tani te ku dëshiron të jesh. Komento më poshtë cila nga këto 5 gënjeshtra të ka prekur më shumë. Ndaj këtë video me dikë që mendon se ka nevojë ta shoh. Pason kanalin për përmbajtje të re çdo javë, sepse rruga drejt vetes fillon me një hap të vogël. Na kontakto direkt në Empower. Jemi gati të ecim bashkë me ty. Kujdesu për veten. Ke vlerë, ke vlerë.